Kam nderin që në emër të Këshillit Kombëtar të Bashkimit Demokratik për Integrim t'ju ftoj të gjithëvet që masivisht të mbështetim vizionin, idenë dhe perspektivën e partisë suaj dhe të liderit të shqiptarëve të Maqedoninë e Veriut, miku tim të hershëm, Zotit Ali Ahmeti. Disa ditë më parë unë i drejtova një letër të hapur mikut tim Ismet Sulejmani si mendim për sjellje për pushtetin njeriun dhe artin e vështirë të jetuarit në paqe. Mërëm, kur po vija i ftuar në Kongresin e 4 zgjedhor të Bashkimit Demokratik për Integrim, jo rastësisht me shkujtuar kjo letër. Ashtu si më erdhi në mend rrugë që kemi bërë, të gjithë së bashku, për të ardhur në ky çast i cili edhe pse mund duket i zakonshëm, është në momentet më të rëndësishme, jo vetëm për shqiptarë që jetojnë toret e tyre në shtetin Maqedon, por edhe shumë më gjerë se kaq. Rrugët miqdashur janë ato që i bashkojnë njerëzit, por dhe mund t'i ndajnë ata. Liderët e vërtet ngritin rrugë për bashkimin e njerëzve dhe jo për ndaljen e tyre. Forcat e vërteta politike ringritin ide, vizione dhe pasione politike, të cilët u shërbejnë njerëzve për t'i bashkuar e jo për t'i ndarë. Në mendje, kur shkrova atë letër, kisha staturën e një lideri të veçantë, i cili në rrugtimin e tij politik gjithnjëu ka dhënë më shumë rëndësi realiteteve konkrete se sa drejtave abstrakte dhe mundimshëm. Ka ngritur një kërhinë solide të mendimit politik shqiptar, e cila, po aq sa nga bashkomësit, do të quhet edhe në vizionit ardhmes. E kisha fjalën për Ali Ahmetin, liderin politik shqiptarëve të Maqedoninë e Veriut, njeriu që solli përmirësjen e madhe edhe ringriti kombin. 27 vite më parë kam njohur Ali Ahmetin. E kam njohur në një kohë të vështirë, ndoshta më të mundimshme në jetën e tij, atëherë kur ai, si njeri ndër themeluesit dhe drejtuesit kryesor të ushtrisë shërbimtare të Kosovës, bënte pjesë në atë elitë që kishte projektuar të ardhmen, jo përmes pritjeve dhe konferencave, por si detyrim kombëtar përmes luftës. Ka qenë e vështirë, tetë e mundimshme dhe rrezikshme, por ka qenë e domosdoshme. Në nejet e gjata familjare apo në kryesinë e organizatës që krijoi ushtrinë shërbimtare, ku bënim pjesë të dy. Ai nga fillimi dhun me pas, shumë gjëra mund të jenë harruar, por kur aspirata për lirinë, për dinjitetin, në të fundit ai ishte njeriu që kishte vizionin e qartë, mendimin e sigurt, rrugën e duhur që kishte zgjedhur. Në Shqipëri gjendja është konfuze. Oligarkia politike dhe financiare po mbledh një ardhmë të paditur, por kurse si të dobishme, dhe forcet e vjetra janë rizgjuar. Në Kosovë po ashtu e keqja është bërë e pranishme, dhe çka është më keq është bërë e pranueshme. Në Maqedoninë e Veriut ka më tepër qetësi, me shumë ecje drejt demokratizimit, megjithëse aty duhet kishte më tepër probleme dhe unë jam i bindur se miku i përbashkët dhe drejtuesi më i lartë politikës shqiptarëve të Ali Ahmeti luan rolin e tij të pazëvendësueshëm. BDI është bërë sot më shumë se kurrë dhe do të jetë në të ardhmen shpirti i mendimit të ri politik, e bardhjes një vizioni gjithnjë më shumë evropian, e vizionit qartë për të ardhmen dhe domosdoshme për të ardhmen në Maqedonisë Veriut. Pa BDI-n, aq më tepër kundër saj, ardhmja e këtij shteti nuk mund të perceptohet dhe drejtësia nuk mund të sigurohet. BDI nuk është vetëm krijimi i njeriu, por jo vetëm themeluesi, por edhe shpirti i saj. E vështirë të perceptohet BDI pa liderin e saj Ali Ahmetin dhe e vështirë të perceptohet Maqedonia e Veriut pa BDI-n. Maturia dhe shpirti i tij jashtë konfliktit, siguria për të ecur qetësisht dhe duke ditur se ku do të shkojë të ardhmen, krijimi një marrëdhënie të re ndërnacionale, afrimi i shumë intelektualëve drejt përbashkimit, shtrirja e rrjetit mendimit të lirë drejt njerëzve, koncepti i drejtë për shtetin dhe për republikën, e kanë bërë praninë e tij domosdoshme dhe jo rastësisht e rizgjohet sot. Ja i bindur se edhe me te Ali Ahmeti duke patur konceptin e drejtë të ndërtimit të shtetit shumë dimensional dhe të jetë funksional, do të jetë njeriu i paqes ashtu si ishte njeriu i luftës. Do të jetë njeriu që i besoi Femila Drovci në kohën e luftës dhe i do kishte besuar edhe këto ditë, mbetet njeriu që ndëlidhi forcën dhe emrin e Adem Jasharit në një çështje të madhe dhe që sot përsëri do të kishte mbështetjen e tij. Në mendimin tim nuk mbështetem asnjëherë miqësinë tonë përbashkë, në relatet e kryuar nga vitet,
pasi për mua më shumë se çdo miqësi që ndron kombi dhe vërteta, që ndron amaneti atyre që fluan, por njeriu i vërtet, si kam shkruar njëri nga librat e mi, vazhdon të qëndrojë i vërtet. Unë kam ndjekur aktivitetin e tij edhe ditë vështira për lëvizjen, për luftën, për zhvillimin. E kam ndjekur kur pak vetë besonin se do të kishte një të ardhmë të tillë dhe kur shtigjet dukeshin të mbyllura përjetësisht. Ali Ahmeti është nga ata lider dhe për aty rasteve që vërteton se historia e një kombi mund të kthejë rrugën e saj nga vendosmëria e njeriut vetëm. Maqedonia e Veriut u kthyn rrugën e demokratizimit dhe të shtetit, ku drejtat e shqiptarëve të marrin hapësirë gjithë më shumë nga ushtria shërimtare kombëtare dhe lideri i saj. Askush nuk duhet të harrojë këtë fakt. Gjaku i shqiptarëve të manë këtë shtet, se cilët edhe në ditën më të vështirë, atëherë kur pritej egërsi, u treguan tolerant, të hapur, bashkëpunues, por këmbgulës për drejtën e tyre. Roli i BDI-s është përcaktues. Askush nuk duhet të harrojë këtë. Koha rresave ka mbaruar në vitin 2001. Kush mendon ta rikthejë do të jetë fatkeq, kush mendon se përçarja jo bashkimi sjell forcimin e shqiptarëve është i dështuar. BDI, sido që të jetë, do të fitojë edhe 16 herë të tjera. Lideri Ali Ahmeti është njeriu i pabujë në qëllimet e tij. I qetë në gërsinë e politikës, i hapur kur tjerë të mbyllen dhe i pa lirë në robrinë e tjerëve. Kështu është edhe partia që i krijoi, kështu është partia që po i prin, kështu do të jetë edhe në të ardhmen. Këshilli kombëtar i BDI-s, në cilën kam nderin të jem pjesë, do të jetë vazhdimisht në përmbushjen e misionit, në atij misionit për cilin brezat sakrifikuan dhe që amaneti i tyre deri në fund duhet të shkojë. Nëse duhet bashkohemi, le të besojmë tek lideri i shqiptarëve të Maqedoni. Rrugë tjetër nuk ka. BDI ka krijuar këto premisa ndaj do të jetë fituese, me patjetër e zgjedhjet të 12 prillit të vitit 2020. Unë jam i bindur për këtë, mbarësi dhe suksese.